Mu po citoj pak Zagrebin, dhe si thot, ka kaluar koha kur Kroacia pyet Beogradin se çfarë guxon të bëj dhe si duhet ta bëj. Dhe kjo nuk do të përsëritet më kurrë. Kemi 35 vite që jemi shteti pavarur, kemi kaluar 5 vite agresion dhe politik që mbrojti një narrativ të tillë sulmuese. Kroacia do të nënshkruajë deklarata me këtë dojë dhe bashkëpunimi me Shqipërinë dhe Kosovën është fokusuar në shkëmbimin e njohurive, bashkëpunimin ndërmjet industrive ushtarake, mbështetjet për rrugët euroatlantike të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ministri kroat Ivan Anušić. Tani këtu ka një kontekst, se më lënë edhe unë të lej radhën tjetër. Serbia dhe serbët nuk e harrojnë kurrë që në betejën që patën kroatët me serbët, një pjesë e ushtrisë dhe forcave të rezistencës kroate drejtoheshin nga general dhe oficer të dalluar shqiptar me origjinë nga Kosova. Ky që atyre ju dhem shumë edhe emocionalisht ky lloj bashkimi me Kosovën, e cila sot është një shtet. Dhe përballë opinionit të gjerë publik në Serbi, një kombinim i tillë natyrisht që lexohet si një lloj kërcënimi që në fakt... Po mendoj që është një kërcënim për Serbinë. Është një kërcënim, do thënë, besoj ke leximi që serbët i bëjnë kësaj. E di pse kur them kërcënim, kjo është aleancë mbrojtëse, nuk po them se sulmuese. Nuk është ofensive, është defensive. Kjo tregon që u bë tani Kosova bë me dy vëllezër. Shohim sa reale është kjo, se duket utopi, po fakti që Kroacia në mënyrë zyrtare është aleate me Kosovën, maja tregton që është Kosova në këtë, sa është pjesa më ekspozuar ndaj riskut. Sepse Serbia është ajo që nuk e njeh Kosovën, nuk është se